Kënaqësi si gjithmonë, zoti Veliut, jemi së bashku për të folur mbi zhvillimet politike në Kosovë, si po e shihni këtë parafushat që po mbahet nga subjektet politike, qoftë brenda Kosovës, ashtu si kundër i ka nisur edhe në diasporë, aty ku debati kryesor duket se po përqendrohet se si është ai, unë dua që ta komentoni ju, vjen si efekt elektoral në kofushate, apo në të vërtet vota e diasporës luan një rol të rëndësishëm edhe në këto zgjedhje? Nuk është se voton për herë të parë diaspora. Diaspora ka votuar vazhdimisht, në vazhdimsi. Mirë po, vota e diasporës në vitin 2021 bëri ndryshimin e madh të solli lëvizjeve vendosje në pushtet. Dhe pikrisht thua se që nga ajo kohë subjekte tjera politike që deri në atë kohë nuk ishin shumë aktive në mërgim, pra në vendet ku jetojnë bashkëdhëtarët tanë, nga ajo periudhë filloi riaktivizimi i tyre dhe kanë me degët dhe në degët e tyre që i kanë në për vendet të ndryshme kanë filluar me një aktivitet të bujshëm dhe kjo është parë qartë, sidomos në zgjedhjet e fundit kur një pjesë të mirë të votave nga diaspora morën në subjektet e tjera, edhe ndoshta më fuqishme në kësaj radhe pas lëvizjes vetëvendosje, gjithmonë pas lëvizjes vetëvendosje ishte Lidhja Demokratike e Kosovës, pasi se ajo ka pasur një strukturë të hershme të shtrihen nëpër të gjitha vendet ku kanë jetuar shqiptarit. I është dhënë pompozitet i madh dhe po diskutohet kohën e fundit shumë, po flitet për diasporën, që për fatin tonë të keq për diasporën, të gjitha subjektet politike flasin vetëm në momentin kur jemi në prag të zgjedhjeve. Dhe edhe kësaj radhe, pra zgjedhjet e listës e dhjetorit i kanë shtyr subjektet politike që të jenë më aktiv, flasin më tepër për diasporën, duke menduar se periudha kur është e përcaktuar data për mbajtjen e zgjedhjeve është një periudhë kur zakonisht mërgjimtarët tanë kthehen në vendlindje për të festuar festat e fundvitit, pra është një ardhje e zakonshme e tyre për çdo vit që bëhet dhe këta kanë dashur që kësaj radhe ta shfrytëzojnë dhe të shfrytëzohet si një frym që vjen nga diaspora për të ndihmuar apo për të votuar, të themi, kësaj radhe lëvizjen vetëvendosje, e cila kishte numrin më të madh në të gjitha zgjedhjet nga Mërgata. Pra mundohen ta shfrytëzojnë si një frym dhe ajo frym dhe atë ketë ndikimin e saj edhe tek pjesa tjetër e qytetarëve në Kosovë, në mënyrë që lëvizja vetëvendosje të arrijë numrin e dëshiruar, pra që të krijojë qeverinë e vetme. Mirë po, unë mendoj se kemi një vendim të elektoratit në përgjithësi, jo vetëm në Kosovë, por edhe në mërgjim dhe vota do të ndahet njësoj siç është ndarë në elektoratin në Kosovë, pra në mes të subjekte politike, një gjë e tillë mendoj se do të ndahet edhe kësaj radhe me pjesëtarët e diasporës apo mërgatës shqiptare dhe çka unë dëshiroj nga ky moment që fillimisht të vazhdojmë me një proces të mirë për çka Kosova ka qenë e njohur në vazhdimsi që nga pavarësia e saj me mbajtje të rregullt, mbajtje të zgjedhjeve të rregullta, me daljen e rezultateve të shpejta, kjo do të ishte gjëja më e mirë. Pastaj uroj të kemi një fushat më të qetë, pa hyrje, pa sharje, uroj që fushata kësaj radhe të koncentrohet më tepër në programet e subjekteve politike për qeverisjen e ardhshme e jo në garën se kush apo në shtyrjen e mes të subjekteve politike se kush ishte fajtori që Kosova ka mbetur tash sa kohë, se me sa po shihet e gjithë fushata deri tani është përqendruar në atë pjesë, pra që të lënë faj njëri tjetrit për mbetjen e Kosovës pa qeveri dhe pa miratimin e disa ligjeve të rëndësishme deri te buxheti i shtetit për vitin. Por, ose si po e shihni më saktë këto takimet që po mbajnë, apo gjuha që po përdori deri në këto momente nga subjektet politike, ka një lloj fryme që e shpërndarë të kandidatët për deputet vjen më shumë tek elektorati si një bashkim, pra në cilën për cilët çfarë do të bëjë subjekti politik, se sa për të ofruar veç mas një kandidat për figurën e tij politike?
Dhe nësë është kështu, pse vjen në këtë prizëm? Unë po uroj se do të reflektojnë të gjithë. Duke filluar nga kryeministri Kurti, i cili mbrëmishte të musafirë në televizion dhe me sa po, shihet se edhe ai do të filloj me një reflektim kundrejt gjithë asaj, duke u arsytuar edhe përthënjet që tani më të gjithë i dijem, pra në ditën kur u mbajtën zgjedhjet në Shkurtit, pra duke gjetur një arsytim se nuk është drejtuar të gjitha subjekte politike, por kishte një person të caktuar, dhe unë po uroj që të reflektojnë të gjithë pasi e pamë se është e pamundur të krijohet qeveri e vetëm. Si subjekti vetëm politik të krijohet qeveri. Dhe uroj që të kemi zgjedhje të ndershme, të kemi një frym pak më qetësuese dhe, në fushat çdo herë në fushat do të kemi çdo herë kundërthënie në mes të subjekte politike. Më mjaftoi koha kësaj here se pak kohë kanë dispozicion. Ato të ndjesin vetëm në kornizat e programeve dhe në kornizat e platformave politike e të mos kalojnë në sharje, fyrje apo edhe më shumë. A kanë programe politike? Është pyetja. Thënë të drejtën, një program të qartë qeverisës nuk është se ka ofruar asnjëri nga subjektet politike. Unë e thash se për fatin e keq, më duket se kësaj radhe i gjithë fushata do të përqendrohet në lidhjen e pajisjes se kush e pruli Kosovën në këtë situatë që të kalojmë një vit pa qeveri dhe pa kuvend. Mirë po, është me rëndësi që të mos reflektoj deri në atë masë sa të kemi sharje fyrje në mes të subjektët, pasi që të gjitha këto kanë krijuar edhe një ndasi të madhe në elektorat, kanë krijuar një ndasi të madhe edhe në mes të qytetarëve shqiptar e deri edhe në familje, pra pikërisht janë subjektet politike që e kanë futur këtë frym, jo të përshtatshme dhe jo të mirë, që është kundër interesit të vendit dhe shoqërisë kosovare. A mendoni se do të ndëshkojmë me votë deputetët e dalë pra nga zgjedhjet e Shkurtit dhe në këtë formë të jepet mundësia emrave të rinë në parti? Ndoshta nëse flasim që listat s'kan pasur shumë ndryshime, po flasim për kandidatë të cilët mund të kenë qenë edhe herët e kaluara në Shkurt, por nuk kanë arritur të fitojnë. Pra, në këtë lloj forme, jo për sa i përket emrave nëse ka rifreskime në listat prej 110 kandidatëve për çdo subjekt politik. Po, unë do të kisha uruar shumë që në këto zgjedhje të kishim ndonjë subjekt të ri politik. Të kishim një platformë të re politike dhe në këtë mënyrë të kishim mundësi të dënojmë të gjitha subjektet politike pra për veprimet e tyre që nuk i kanë bërë gjatë i mandatit. Kanë kaluar një vit, kanë marrur paga nga Kuvendi i Republikës Kosovës për punën që nuk e kanë kryer. Mirë po, unë edhe në studjet tjera kam bërë thirrje të qytetarëve dhe elektoratit shqiptar që t'i dënoj të gjithë ata të cilët nuk ishin të gatshëm të punojnë dhe të kryejnë detyrën e tyre për çka edhe janë votuar. Qoftë edhe për brenda të njëjtit subjekt të njerëzit të cilët shihet se janë shumë të afërt me liderin dhe prioriteti i tyre është subjekti i liderit dhe jo Kosova, ata të dënohen dhe mos i jepet mundësi, por të votohen deputet të cilët prioritet e kanë vendin. Pra ata që e dojnë Kosovën më shumë se liderin dhe subjektin e tyre, në mënyrë që të mos krijohen ngërçet të tilla çfarë kemi pasur dhe ende Kosova është në ngërçet të A ka rrezik? Po. 10 deputet nga 110 kandidatë, të secili subjekt ka mundësi që të sjellën komplet kabinet i ri, komplet figura të reja, pra të deputetëve të cilët nuk kanë qenë asnjëherë pjesë e kuvendeve. Pra në këtë mënyrë mund të ju bëhet me dije të gjithë atyre që do të ikun, por edhe atyre që do futen në parlament, në momentin që nuk kryejmë detyrimet e marrura nga elektorati, do të dënohemi dhe nuk do të kemi mundësi të futemi në kuvend. Po, a ka një lloj rreziku që të ketë vijimësi, le themi, ky ngërç politik dhe a shihni ndryshime tek subjektet politike që do të lëshonin në një farë forme edhe dorën kundrejt njëri tjetrit për të dalë nga kriza? Shihni pra jo vetëm nga lëvizja vetëvendosje në këtë rast që ndoshta më herët e përmendët që ka ndoshta reflektime që po bëhen në çdo subjekt politik, por ka në veçanti një parti politike që mund të sjellë ndryshime dhe të dalë nga ngërçi
që për cilën ndoshta në zgjedhjet e shkurtit nuk e kam bërë një gjë të tillë? Po, unë thashë se do të ishte shumë e mirë që të gjithë reflektojnë dhe të marrin përgjegjësi që dalin nga vota e datës 28 dhjetor. Dhe deri në atë moment që ne nuk do të kemi një rezultat, është e vështirë për të thënë se si do të ndodhë apo çfarë do të jetë rezultat, çfarë do të jetë veprimtaria e subjekteve politike. Mirë po, si do të jetë, unë mendoj se të gjithë së bashku, pra të gjitha subjektet, pra përjashtuar asnjërin nga ta, e ka kuptuar tani më se ka kaluar një vit pa bërë asnjë punë për çka ata janë zgjedhur. Dhe me ngërçet e tilla nuk do të shkojnë tutje. Pra është një moment kur ata duhet të reflektojnë, ata duhet të bashkëpunojnë, nuk duhet kemi kushtëzime dhe vija të kuqe në mes të subjektet politike, çfarë edhe i shprehum brëm zoti Kurti, i cili ishte kategorik në një koalicion me Partinë Demokratike, pra ai edhe pse e pa shumë qartë në mandatin që tani po kaloi, pra nuk arriti marrëveshje me Lidhjen Demokratike, edhe pse i dërgoi 2 herë ftesë, nuk arriti të krijojë qeverinë, ndërsa Partia Demokratike nuk i dërgoi asnjëherë ftesë. Unë do të kisha dëshiruar që pas këtyre zgjedhjeve, varësisht nga rezultati, se të reflektojnë subjektet tonë politike dhe të shohin interesin kombëtar para atij personal e partijak dhe të arrihet një marrëveshje për krijimin e një koalicioni gjithëpërfshirës. Pra, të gjitha subjektet politike shqiptare që do të jenë pjesë e parlamentit të krijojnë një qeveri të përbashkët, e cila do të mundësonte tejkalimin e gjithë kësaj situate në të cilën ndodhemi, duke shkuar deri te zgjedhja e presidentit apo presidentes së ardhshme dhe pas kalimit të një periudhe një vjeçare, se ne po dëgjojmë se do të kemi zgjedhjet e tjera edhe në prill, dhe pas kalimit të një periudhe një vjeçare kur kemi kaluar disa marrëveshje, kur i kemi miratuar marrëveshje të ndërkombëtare, të cilat do të sillin mira materiale për Kosovën dhe atëherë mund të shkohet në zgjedhje të tjera të cilat do ta krijonin një qeveri të qoftë të një subjekti apo të një koalicioni më të ngushtë. Pra do të ishte një rrugë shumë e mirë që do ta mundësonte të daljen e Kosovës nga ky gërç politik dhe pastaj të kemi një mandat të plotë qeverisë. Kush do të qoftë do të marrë krye. Po. Nga ana e zotit Kurti, sigurisht që nga subjektet e tjera politike kundërshtare, po përdoret patjetër edhe në gjuhën e tyre apo qëndrimet në parafushat, përsa i përket marrëdhënies së Kosovës me aleatin Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe gjithçka që ka ndodhur deri më sot, ku në fakt zoti Kurti ka thënë se marrëdhëniet e vendit me Shtetet e Bashkuara janë shumë të mira dhe që mospajtimet kryesore kanë pasur bëjnë gjithmonë lidhur me Serbinë dhe strukturat e saj dhe asnjëherë për çështje bilaterale. Pra janë qëndrime që zoti Kurti ka mbajtur pothuajse njëjtë edhe kur u ndërpren ndoshta dialogu strategjik me Kosovën. Keni ndonjë koment? Po përdoret për fushat edhe kjo apo s'ka ndryshime nga qëndrimet e zotit Kurti? Është fakt se janë qëndrime që i ka mbajtur Kurti në vazhdimsi, e njëjtin qëndrim e tha edhe mbrëm në intervistën e tij, mirë po ne e dim se Kosova është një vend i vogël dhe nuk mund të ketë ndikim diku tjetër, pra Kosova mund të përballet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetëm në problematikat e saj, kurse ndërsa ne të gjithë dimë se problematika kryesore e Kosovës është Serbia dhe arritja e një marrëveshje me Serbinë, pra që do të detyrohemi të ardhmë të afërt edhe ne edhe shteti serb që të arrijë një marrëveshje e cila do të pranohet edhe nga Bashkia Ndërkombëtare. Mirë po, është një fakt tjetër se e gjitha kjo po shfrytëzohet për fushat, pasi ne të gjithë jemi të vetëdijshëm dhe e kemi ndjekur me kujdes për kaq vite me radhë që diplomacia e Kosovës pra ka qenë në një gjumë dimërore. Dhe mund të themi lirisht se jo vetëm që kemi ftohje të marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi prishjen e dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi Kosovën që është nën masa, si dëshirojnë ta quajnë ata, pra nga Bashkimi Evropian, pra me sanksione nga Bashkimi Evropian, dhe me sa po shihet do të jetë shumë e vështirë për t'i larguar, edhe pse është folur se në qoftë se kemi një tranzicion
të rregullt të komunave serbe nga udhëhecit shqiptar, edhe pse një gjë e tillë ka ndodhur, Bashkimi Evropian po hesht dhe me sa duket do të kemi shumë problematik për të larguar sanksionet që ka pasur dhe vazhdojmë të kemi Kosova. Pra gjatë kësaj periudhe Kosova humbi shansin historik për të qenë pjesë e Këshillit të Evropës. Kosova nuk u anëtërsua asnjë organizatë ndërkombëtare. Kemi trinjohje gjatë 5 viteve, trinjohje që thënë të drejtën janë fal e angazhimit ndërkombëtar si Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe e presidentit turk Erdogan, dhe këto janë rezultatet e diplomacisë kosovare. Kryet diplomatia e Kosovës gjatë gjithë periudhës së saj e mbyllur në muret e ndërtesës ku sot është Ministria e Punëve të Jashtme, është marrur më tepër me emërime dhe shkarkime të konsulive dhe ambasadorëve të Kosovës në vende të ndryshme, dhe si rrjedhoj e saj kemi edhe një futje, fatkeqësisht duhet ta themi, një futje të përçarjes nga disa prej tyre, të cilët tani në shumë vende, po flasim për Gjermaninë në këtë rast, kanë ardhur dhe bëjnë takime me mësuesve të gjuhës shqipe, të cilët vinë nga Kosova e përjashtohen mësuesit nga Shqipëria. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur asnjëherë në vendin ku ne jetojmë. Pra në Gjermani, mësimi plotësues në gjuhën shqipe ka qenë i të gjithë shqiptarëve që jetojnë këtu, dhe mësuesit kanë kryer detyrën si nga Shqipëria ashtu edhe nga Kosova, kanë bashkëpunuar shumë mirë bashkë dhe janë munduar që një gjë e tillë të bëhet sa më mirë që është e mundur për fëmijët tanë. Ndërsa në periudhën e fundit, pikërisht nga disa diplomatë po themi të papërgjegjshëm, kemi tentativat të tilla që janë duke ndodhur në Gjermani. Dhe një pyetje të fundit, zoj Viliu, se ndoshta më herët nuk e përmendëm nëse do të ketë ndëshkimet natyrës nevojë për kandidatët apo për subjektet politike, po për vetë numrin të pjesëmarrësve pra në votime, nga ato të dhëna që janë nxjerrë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, mbi 7.000 votues janë më shumë në zgjedhjet e 28 dhjetorit, pra krahasuar me ato lokale që u mbajtën 2 muaj më parë. E shihni se pjesëmarrja do të jetë më e lartë kjo në kuadër edhe të festave të fundvitit, apo e kundërta, se duke qenë festa mund të ketë edhe lëvizje të qytetarëve? Më falni? Është fjala për 7.000 vota nga diaspora apo për Jo, për të gjithë, jo, nuk përmendet diaspora. Pra po flasim për ata që votuan në zgjedhjet lokale në këtë rast. Bëhet një lloj krahasimi me zgjedhjet lokale. Sa do të jetë numri votuesve me datën 28 nuk mund ta dim. Patjetër, po ju si e shihni, meqense është edhe fund vit, do të vi diaspora, mund të ketë lëvizje, largime, apo qytetarët janë lodhur dhe do t'i bojkotojnë? Unë mendoj se pikërisht qëndron kjo e fundit që e thoni ju, se tani më janë zgjedhjet e 4-ta brenda këtij viti, dhe me siguri se një pjesë e mirë e qytetarëve janë të lodhur nga votimet të cilat nuk kanë sjellur rezultat. Po themi nuk kanë sjellur rezultat, pasi Kosova ende nuk ka qeveri. Dhe pikërisht kjo pastaj është edhe periudha e fundvitit, periudha në mes të festave, periudha kur shumë njerëz e shfrytëzojnë për pushime dhe nuk dhe mund të jenë edhe jashtë vendit, dhe unë mendoj se kjo do të ndikojë që numri i votuesve kësaj radhe do të jetë më i vogël se në zgjedhjet e 9 të shkurtit, pasi nuk dua të bëj një krahasim në mes të atyre lokale dhe qendrore, pasi kemi të bëjmë me dy procedura të ndryshme, po. Dhe kompetenca të ndryshme. Dhe pikërisht unë mendoj se zgjedhjet e 28 dhjetorit do të kenë një numër më të vogël se ato që janë mbajtur me 9 shkurt në Kosovë. Qartë, zoj Viliu, unë ju falenderoj shumë që ju bashkuat bisedës, si gjithmonë është kënaqësi të kemi në hapësirën për shqiptarët. Faleminderit, kënaqësia e imja. Natën e mirë. Mirë, të nderuar teleshikues, ne do të ndalemi me tjera